Në Shkodër ka nisur aplikimi fermerëve për subvencionet që ofrohen nga Ministria e Bujqësisë. Specialisti në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor në Shkodër, Sherif Brahaj, thotë se këtë vit afati aplikimeve është më i gjatë se vitet e kaluara. Sot është dita e parë fillimit të aplikimeve për subvencionet për vitin 2025. Si vjet afati i aplikimeve është më i gjatë se sa vitin e kaluar, kështu që i fermerët kanë kohën e mjaftueshme për të bërë aplikimet dhe asnjë fermer të mos mbesin pa apliku. Në krahasim me vite të tjera, është shtu një kriter, një masë e përfitimit të subvencioneve, siç është mbajtja e viçave për majmëri. Nga 19.000 fermerë që ka qarku Shkodër, pritet që të aplikojnë rreth 3.700, por shkak se pjesa më e madhe e tyre nuk kanë dokumentacionin e pronësisë, që është edhe një nga kriteret kryesore. Mendoj që aplikues do të kenë më shumë se sa vitin tjetër. Vitin e kaluar vetëm qarku i Shkodrës 3.700 përfitues dhe aplikues kanë rreth 4.000. Numri total i fermerëve në qarkun e Shkodrës është rreth 19.000 fermerë. Pengesa kryesore për mungesën e aplikimeve është mungesa e dokumentacionit të pronësisë mbi tokën. Aplikimet për subvencionet për fermerët do të jenë të hapura deri më 30 maj, ndërsa Agjencia e Ekstensionit Bujqësor në Shkodër i bën thirrje të gjithë fermerëve që plotësojnë kriteret të përfshihen në këtë proces.